Në maj të vitit 1945, lindi zyrtarisht Teatri Popullor, i cili më vonë u quajt Teatri Kombëtar. I vendosur në një godinë shumë të bukur dhe me një histori të veçantë në Tiranë, një godinë ndërtuar në vitin 1939 me një arkitekturë e cila ishte tipike dhe shumë e veçantë për të gjithë rajonin. Teatri Kombëtar për 75 vite u bë një ndër godinat më të dashura dhe institucionet më të dashura për Tiranën, por jo vetëm, për të gjithë Shqipërinë dhe për të gjithë vizitorët e tij. Për 75 vite, në skenën e Teatrit Kombëtar, u vendosën me qindra e qindra vepra, u thanë mira fjale, fraza, u prodhuan miliona emocione. Në vitin 2020, godina u shëmb, por nuk mund të shëmbet një memorie kolektive. Teatri vazhdoi, i zhvendosur tashmë në një institucion si Art Turbina. Megjithatë, artistët vazhdojnë të prodhojnë teatr, vazhdojnë të krijojnë, vazhdojnë të vendosin vepra në skenë. Publiku vazhdon dhe i ndjek kudo ku ata shkojnë. Pritet që të ndërtohet teatri i ri, pritet për të parë se sa do të përmbushë ai pritshmëritë e të gjithë komunitetit artistik. Në 80 vjetorin e krijimit të Teatrit Kombëtar, miq të ftuar, artist, aktor u mblodhen për të përkujtuar dhe për të parë këto 8 dekada të një krijimtarie kaq të madhe, të një trashëgimie kaq të vyer, të rëndësishme si ajo e Teatrit Kombëtar. U rivendos në skenë një pjesë nga pjesa e parë teatrore në Shqipëri me titull Topazi. Një pjesë e risjell në kohë, e cila në fakt duket sikur ishte shkruar tani tepër aktuale. Godinat mund të shëmben, por memoria kolektive e ndërtuar nga Teatri Kombëtar Shqiptar nuk mund të shëmbet kurrë.